Shqipëria do të zbresë sot në fushë për ndeshjen ndaj Andorrës, ku do të synojë që të marrë një fitore që mund të garantojë kualifikimin për në play-off. Prej ditësh kuqezin janë grumbulluar në Barcelona, aty ku Silvinho ka pasur mundësi që të përgatisë ndeshjen e parafundit në grup, por ndoshta më të rëndësishme për ecurinë e kombëtares kuqezi. Dilemat për rreshtimin natyrisht që kanë qenë të shumta duke parë formën e lojtarëve, por Silvinho duket se e ka ndarë mendjen për të besuar heronjve që luajtën në Serbi me balotazhe në sulm dhe mbrojtje. Kështu Strakosha është në portë, i ndihmuar në mbrojtje nga Hysaj në të djathtë dhe Mitaj në të majtë. Në qendër do të jetë Gjimshiti, ndërkohë që balotazh ka mes Ajetit dhe Ismailit, me këtë të fundit më të avantazhuar. Në mesfushë Shehu, Aslani dhe Laçi do të jenë në ndihmë të tre sulmuesve. Broja do të jetë titullar në të djathtë, ndërkohë që në të majtë ka balotazh mes Hoxhës dhe Uzunit. Në qendër të sulmit do të luajë Rei Manaj.